Hoxh, gjithve mundohem t'u bëj mirë, ti këshilloj, por të gjithë ma kthejnë me të keq dhe me lëndojnë shumë. A bëj diçka gabim? Jo, përkundrazi vepron mirë. Dhe unë të këshilloj të vazhdosh të bosh mirë, të vazhdosh t'i këshillosh. Dhe bëje gjithçka për hir të Allahut lartësuar. Shpreso shpërblim tek Zoti i gjithësisë. Çfarë thot Allahu i lartësuar për ata që japin ushqim, pra i ndihmojnë të varfrit, dhe e bëjnë këtë gjë vetëm për Zotin e gjithësisë. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ne ju ushqem ju për hir të Allahut. Nuk duam prej jush as shpërblim dhe as falënderim. Mjafton shpërblimi që do të kesh tek Zoti i gjithësisë. Çdo të mirë që bën, bëje dhe shpreso shpërblim tek Allahu i lartësuar. Leri mos të falenderojnë. Leri ata të sillen keq. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush bën një të mirë qoftë, pra bën një të mirë sa një grimc, do ta gjej atë. Nuk humbet asgjë tek Zoti i gjithësisë. Prandaj, çdo të mirë, çdo këshill, çdo bamirësi që bën, bëje vetëm për hir të Zotit të gjithësisë dhe shpreso shpërblim tek Allahu i lartësuar. Dhe shpërblimi tek Zoti i gjithësisë është madhështor. Prandaj, shpreso tek Allahu i lartësuar.